Një valë sulmesh masive ajrore ruse ka tendosur mbrojtjen ajrore të Ukrainës, duke ngritur frikën në lidhje me mbështetjen e Kievit në sistemet perëndimore për të mbrojtur qiellin e tij në vitin e 4 të pushtimit rus. Ndërsa të dyja palët janë angazhuar në bisedimet e paqes dhe Kievi shtyn për një pushim të menjëhershëm, Moska ka nisur sulmet e saj më të rënda ajrore të luftës, duke goditur Ukrainën me më shumë se 900 dronë dhe 90 raketa në një breshëri 3 ditore i fundjavën e kaluar. Ukraina rrëzoi mbi 80% të predhave hyrëse, por mbi 12 persona u vranë. Ekspertët shqetësohen se sa gjatë vendi do të mundet të mbrojë veten nga sulmet e NATO-s nëse Rusia vazhdon ose përshkallëzon ofensivën e saj. Mbrojtja ajrore e Ukrainës është e tendosur dhe nuk mund të garantojë mbrojtje ajrore për të gjitha qytetet kundër sulmeve të vazhdueshme dhe të sofistikuara ruse, thot analisti ushtarak Franz Stefan Gadi për agjencinë e lajmeve AFP. Sulmet me dronë dhe raketat rusis janë bërë më komplekse dhe më të vështira për të penguar. Forcat ajrore të Kievit thonë se rreth 40% e dronëve të lëshuar së fundmi janë karem, mjete jo të kushtueshme, imitime të dronëve të sulmit që janë të projektuar për të lodhur dhe ngatruar mbrojtjen ajrore. Rusia gjithnjë e më shumë i lëshon dronët të fluturojnë në lartësi më të madhe, mbi 2000 metra, e pastaj ata zhyten mbi objektiva. Në atë lartësi, ata janë më të dukshëm për radarët, por të paarritshëm për armët e vogla, mitralozët e rëndë dhe ekipet e zjarrfiksëve të lëvizshëm, tha zëdhënësi i forcave ajrore Yuri Ignat. Për të adresuar kërcënimin, Ukraina po përpiqet të gjejë një ekuilibër mes presionit ndaj perëndimit për të ofruar sisteme të reja dhe mos dëshirës për të shqetësuar një publik të lodhur nga lufta në vend. Nuk ka nevojë për panik, tha një burim ushtarak Ukrainas për AFP-n. Ne po përdorim të gjitha sistemet e mbrojtjes ajrore që janë në dispozicion në Ukrainë tani, plus helikopter dhe avion. Ne po luftojmë, thanë ata. Sipas presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, Moska ka kapacitetin për të lëshuar 300 deri në 500 dronë në ditë. Kjo edhe fal dronëve iranian Shahed, e për analistët, një gjë e tillë është rrezikapitëse.